Mos e neglizhoni, ja çfarë ju ndodh nëse konsumoni shumë domate. Edhe pse i konsumoni gjatë gjithë vitit, në stinën e verës domatet arrin në kulmin e tyre, më të lëngshme, më të ëmbla dhe aromatike. Kjo është koha e artë për adhuruesit e tyre të zjarrt, të cilat i hanë në mëngjes çdo ditë, në sallata ose në pjata të ndryshme. Megjithatë, ka dhe nga ata që nuk i pëlqejnë as pak, ndonse janë më të rralla, janë edhe dëmet që mund të shkaktojnë. Përtej shijes, domatet janë një thesar ushqyes, përmbajnë rreth 85 deri në 95% ujë, çka i bën të ulta në kalori. Gjithashtu ato përmbajnë vitaminën C, A, E, B, si dhe kalium. Ngjyra e tyre karakteristike vjen nga likopeni, pigmenti bimor që ka veti të fuqishme. Por nëse e teproni me anën e domates në dietën tuaj, mund të krijojë gjithashtu edhe probleme në shëndetin tuaj, siç janë problemet gastrointestinale. Prandaj nuk duhet të konsumoni më shumë se 2 domate çdo ditë.